Edhe tani, mas andej, a i filloj me bo analizën, qysh unë tash du me ta bo analizën ty. Po njerës, shumë shpejt kom i vu dorën këto edhe analizat e mija dhe një qenë. Edhe ajo filloj me bo analizën edhe një fjallë ma tha. Astrije, shumë vende kom qenë, edhe kom bo analiza. Populli shqiptari shumë i menqur, po edhe shumë helma kene trup. Tash nga vin helma, më interesoj ke mu janë. Helma ta vin nga lufta, metalet e rënda. E këni dit nërë për metalet e rënda? Po, ato kom diqo. Po, edhe metalet e rënda, edhe uji, se gjë kryesore është uji, se na jena 70% uj. Po, a Kosova ka mangu uj. E din. Edhe kështu tani, ajo fjallën e parë më tha, Astrije keni shumë mungesë vitaminës D. Nuk ishëm të njoftuar për vitaminën D. Dhe sa para 10 vite nuk kina kont njoftuar për këtë pjesë. Edhe pytas disa, nga vjen kjo pjesë, mu gjithë shka më interesoj ke. Astrije tha, kur ki helma në trup, hub vitamina D. Oh, thash, Jana? Thash, po, tha Astrije, tha, vitamina D është gjithë shka. Edhe ato tani fillova nëse Jana një herë, erdhe dytën herë, tretën herë, Jana dështoj nuk mujtë me arë, atëre mora burrin e Janës, e kom pru këto në Kosovë, me ato, po ju mune tash jena, është pak, u kom problem për burrin tem me marë une. Një burr tjetër e marë në Kosovë. Tash po foljum, unë du me të regue atë vërtete. Edhe kur i tash burrit, Jana nuk po mundet me ardhë, unë du me udhëtu me Jurgen, edhe me shku në Kosovë. Ke shumë vështirë për burrin me pranu atë pjesë, që unë me ardhë këto, me një burr, edhe me ardhë bashkë, me bë analiza. Po unë kisha motrën teme, këto që ajo gjithë shka organizojke. Psa e kuptaj, qysh herën e pare kuptaj se qka do me tha me largu toksina për i trupet. Edhe organizoj edhe dytën herë. Edhe burri i Janës ardhë me mu, bënëm analiza, ju të regoj gjithve njerëzve se qka, qysh vinë, sa. Atëre mas një kohë, une u shkollova për këtë pjesën e analizës kuantike, atër fillova vetë. Ata më dimun, ata më të regun, po mas andej, u duftun e vetë me punu. Ashtu, edhe atër fillova me Kosovë, nga pak në Gjermani, nga pak Kosovë. Po, qka u ka një interesant, isha shumë ngarkume me punë se unë punoj shumë, edhe kur ta kish një kompani, nuk është e letë. Me 2 biznise me fillu për një herë. Kisha kompaninë e pastrimit, edhe burrin e kom biznes, se burri